Ylli Billa e ka ngritur flamurin shqiptar mu në autostradën belge dhe gjitha shikojnë kur kalojnë. Sepse Billa kompani nuk është më vetëm në Shqipëri, po ka pushtu gjithë botën. Po këtu në Belgjik kemi 4 dyqane dhe furnizojmë mbi 25 dyqane në Belgjik me pllaka. Ky flamuri këtu, Po. ky nuk t'jep lek, ky t'jep kënaqësi, t'jep emocion. E bukur. Edhe lekt janë për me dhënë emocion. Ky na jep emocionin pa i prek lekt fare. Ndoshta mund mi trem me unë ja 30% klientave. Mi trem se Po pse? po shqiptar. Po ja vlen. Ja vlen që ta Sa mbash ti aty. humbish 20% sa mund të humbish se këto të huaj që vin këtu. Edhe ta mbash flamurin aty. Ja vlen, ajo është ato do ta ngresim tash me ndërtesën e do të çojmë pak më lart, do vinë ta ndërtesa aty te rruga aty dhe do vinë pak më bukur. Do zgjerojni akoma. Patjetër, do bëhet showroom më i bukur në Europë. Qa thua? Gjithçka do të jetë fantastike. Ai hedhim një sy një këtij Ne showroomit edhe këtu. me këti që kemi këtu. Hajde ta shikojmë. E shikoni, është një showroom shumë elegante, pas keni bërë super fare. Kjo është i përkohshëm deri kur vjen showroom i ri. Ti je ftuar speciale. Me zi më pres, këtu më keni mua në Belgjik. Sa Ka problem, shqiptar se- kam parë këtu me biznese. Këtu jemi shplot, Po shumë. Ylli, si ka mundësi që shqiptarët kanë ardhur me shumë mund në fillim dhe sot kanë bizneset goxha të mira. Sepse ku erdhëm ne këtu, ne erdhëm me dëshirën për të ndryshuar diçka. Për të kriju lek, për të dërguar lek familjarëve në Shqipëri, për të ndihmuar familjen, edhe po dëshira për të bërë gjëra të mëdha jep edhe prodhim të madh. Ylli është një nga 4 vëllezërit e familjes Billa, kanë edhe një motor, po kanë dhe shefin. Shefi është babai që ka krijuar gjithë të perandori, piknisja. Piknisja. Dhe që u mban bashk. Edhe na mban Sa është e bashkë, ne jemi bukur kjo. bashkë, po na mban kur gëzimi ka herë. Ai u mban. Tak na mlë. Jo se zimi, po se mos thot se zimi, se nuk zimi fare. Kur keni debate pune, Pa do me debate thënë. kemi se O, pidhet shefi.